E pra të nderuar shikues, erdhi koha ku ne prezantojmë mysafirat tanë. Ashtu si që thash në fillim të emisionit, në studio sot do të kem nderin që ta kem një vajzë të jashtëzakonshme, një vajzë e cila është nxënëse e vitit të tretë në shkollën e mesme Peronakov në Kumanov, e cila ka arritur shumë suksese të veçanta në fushën e fjalimit publik, poezisë, blogut dhe ekonomisë. Me vendin e parë në garat republikane dhe blogun më të mirë në nivel shtetëror. Pra në studio kam Blerona Berishën, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit. Kënaqësi dhe nder të jem pjesë e emisionit tuaj. Kënaqësia gjithmonë ngelet e jona që kemi mundësinë që të njoftohemi me nxënës të talentuar si ti dhe me gjitha këto sukseset të cilat ti ke sjell për shkollën, për vendin, për qytetin tënd. Mirë po shpresojmë që jemi dhe shumë falenderues që ke pranuar ftesën. Blerona, na trego pak për veten, se përjeton rrugtimin tënd për momentin tash që nxënëse në profilin e marketingut digjital. Atëherë unë jam Blerona Berisha, nxënëse e vitit të tretë në shkollën e mesme ekonomike Peronakov në Kumanov, nxënëse e drejtimit të marketingut digjital. Të themi, ishte vendimi imi të bëhem pjesë e këtij drejtimi, normal edhe me ndihmën e prindërve dhe familjes. Vendosa të bëhem pjesë e një shkolle profesionale në një drejtim shumë aktual, me lëndë të cilat janë shumë aktuale, atraktive për të bërë, një drejtim i cili ka të bëj me gjithçka që është aktuale që na rrethon në botën e digitalizimit. Dhe mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur, për arsye se lëndët mosinvënësit që ligjerojnë lëndët paraprake janë të mrekullueshëm në fushën e tyre, bëjnë maksimumin që ne ta nxjmë atë dijen e cila na nevojitet neve për drejtimin tonë dhe të jemi sa më profesional në drejtimin të cilin e kemi zgjedhur në shkollën. Dhe është një drejtim atraktiv dhe aktual, i cili të cilin ti po e studion. Në garat të Blerona republikane të manifestimit të arsimtarëve dhe studentëve të shkollave të mesme, pra në Masum, ti fitove vendin e parë në një fjalim publik. Si lindi ideja për temën dhe çfarë deshe të përcjellësh me temën që ti ke fituar këtë vend të parë? Atëherë në garat Masum, kur vendosëm të marrim pjesë, ishte një ide imja dhe normale mentores time të marrim pjesë me një temë e cila lidhet me drejtimin tim, e cila është si të rinjtë të ndryshuan marketingun. Një temë e cila lidhet me drejtimin tim dhe është diçka e cila më përket mua dhe ka më shumë material për të shkruar. Ishte një temë e cila kërkonte edhe shumë statistika, kërkonte shembuj të ndryshëm, si ti argumentoj ato për të cilën ti ke shkruar në fjalin publik. Tema ishte një temë e cila kërkonte përkushtim, mund por mendoj se ja dolëm ta bënim më të mirën dhe ta nxjerrim një fjalim motivues, një fjalim i cili në vete përmbante edhe shumë tema të cilat i prekte revolucionit cilin e nisën edhe të rinjt ta ndryshojnë marketingun digjital. Po, patjetër, si u përgatite për këtë garë dhe si e përjetove ti personalisht edhe daljen para një jurie republikane, sepse nuk është edhe e lehtë që të flasësh para një jurie e cila pret çfarë do thot Blerona këtë herë. Po, në fakt, përgatitja për këtë garë kërkonte mund përkushtim, kërkonte ide dhe kreativitet. Gjithashtu, të gjitha të gërshetuan dhe të dalë një fjalim sa më motivues, të jetë i argumentuar. Fol mentores time, në fakt, profesorish Mirlinda Rexhepit, ja dolëm të përgatitemi dhe të jemi sa më të lirë të dalim para një jurie republikane, me nivel republikan. Mendoj se më ka ndihmuar edhe tema cilën e kisha, e përgatita të jetë sa më motivuese, sa më atraktive ta dëgjoj të ngjall interes edhe për dëgjuesin, që ishin juria dhe të gjithë të pranishmit. Kërkonte shumë
kurajo në fakt dhe guxim të dalësh para një jurie në niveli republikan, por mendoj se më ndihmoi edhe tema cilën e kisha dhe gjitha ato shembuj të cilët i kisha marrë, ti prezantoja me shumë ëmbëlsi siç po e prezanton tani, sepse një vajzë edhe ngjall interes. Edhe e përkushtuar në punën dhe mësimin e saj, mirë po edhe ëmbël si mos ta fiton në një garë të tillë. Ndërsa në fillim të këtij viti shkollor blogu yt u shpall më i miri në nivel republikan gjithashtu në konkursin organizuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut. Çfarë të frymëzoi për të shkruar mbi tolerancën etnike dhe si lindi ky tekst? Atëherë, çka më frymëzoi mua për të shkruar për tolerancën ndëretnike është se ne jetojmë në një shtet multietnik. Dhe mendoj se toleranca, mirëkuptimi janë ato të cilat na çojnë në bashkëpunim dhe na hapin rrugë për punë të mira, në të mirë të kombit, të shoqërisë, të rinisë, së vendit dhe na bëjnë që të hapim thjesht rrugë të reja për bashkëpunim. Toleranca ndëretnike është diçka e cila është në dobi tonën, për arsye se e zhvillojmë edhe jetën në një shtet që ka etni të ndryshme, kultura, tradita, zakone, dhe ne jemi të gjithë të ndryshëm në çdo aspekt, por duhet të gjejmë një rrugë të përbashkët për komunikim, të mirëkuptohemi mes vete këto tradita, këto dallime të cilët i kemi në tradita, zakone, dhe të bëjmë më të mirën për të hapur rrugë për bashkëpunim mes vete. Ti mësoj më të mirat nga çdo traditë dhe nga çdo risi. Thjesht të mësojmë nga njëri tjetri. Blerona ke qenë edhe e suksesshme edhe në poezi, ekonomi, bloge dhe fjalime publike. Ku e gjej motivimin për të angazhuar kaq shumë në kaq fusha dhe çfarë të shtyn përpara që ti mundem ta bëj edhe këtë gjë, edhe këtë gjë, edhe këtë gjë? Motivin zakonisht e gjej në të gjithë, gjithmonë e mendoj se suksesi im është sukses i shoqërisë më së pari, po pastaj edhe pse jo i qytetit tim, i shkollës time, i kombit. Suksesi është ajo e cila më shtyn, më jep motivim, por edhe puna edhe dinamika, në fakt, e gjitha punëve përgatitore, ose edhe shfaqja në për juri, ose edhe në për garat ndryshme, gjitha ajo puna përgatitore, mendoj se sjell një sukses, një punë e palodhshme, sjell gjithmonë sukses dhe ajo është e cila më shtyn, por gjithmonë e mendoj se suksesi im, ose i çdo moshatari tim, është në të mirë të shoqërisë, është në të mirë të kombit, të shkollës. Kjo na çon përpara dhe mendoj se kjo më ka më shtyri të marr pjesë. Të marrësh pjesë në kështu aktivitete të cilat ti përfaqëson dhe i prezanton me shumë përkushtim dhe me shumë nivel të lartë këto gara dhe këto prezentime. Blerona, në vitin e parë ti fitove edhe në garat e para për poezi. Do me thënë e fitove për interpretim më të mirë të poezisë. Çfarë do me thënë për ty poezia? Me cilën poezi interpretove? Me poezinë e Nën Terezës, Duaje jetën. Çfarë prezanton për ty kjo poezi, mirë po edhe poezia në përgjithësi? Kjo poezi të shtyn vetë ta interpretosh në mënyrën më të mirë, për arsye se është një poezi e cila është motivuese, është frymëzuese ta duash jetën dhe gjitha të mirat që ti sjell jeta. Poezia përveç se është një krijimtari letrare artistike, për mua përfshin edhe një mënyrë të mrekullueshme për të treguar qëndrim, mendim, për të shpërndar frymëzim, pozitivitet dhe thjesht për ta motivuar dikën pse jo edhe të ecë përpara me një interpretim të poezisë, pse jo. Siç ka qenë edhe poezia e Nën Terezës. Nën Terezës, Duaje jetën, po. E ke interpretuar ti. Blerona, në vitin e parë, në vitin e dytë ti fitove edhe vendin e dytë në Olimpiadën Komunale të Ekonomisë. Si e përjetove këtë garë dhe çfarë mësove nga ajo? Atëherë, Olimpiada e Ekonomisë është një garë e cila ka
të bëj me lëndët lëndët profesionale të cilët ne i mësojmë në shkollë të mesme. Ne kemi lëndë të biznesit të ekonomisë qysh në vit të parë, tani kemi edhe lëndën e ekonomisë në vitet të tretë dhe mendoj se është një garë e cila kërkon shumë dinamik, por që mëson shumë, për arsye se materiali dhe libri cilin e kemi për atë garë, adekuat për ta mësuar për atë garë, ka shumë material i cili na hyn në punë jo vetëm për garën, por edhe për lëndët të cilët i kemi edhe jashtë garës. Domethënë, ekonomia është një shkencë e cila është shumë e zgjeruar dhe në fakt ka të bëjë edhe me jetën tonë si konsumator. Ne shpesh e shohim tregun vetëm si konsumator, por ekonomia është edhe shumë më e gjerë se aq, dhe kur fillon ta studiosh është një shkencë e cila të ngjall interes. Dhe mendoj se kjo e çoi. Kjo ndoshta edhe ngjallja e interesit dhe ajo që ti nuk heziton që të mësosh gjëra të reja, të ka shtyr që të marrësh pjesë në përgarë dhe të vazhdosh me sukseset e tua. Blerona, në rrugtimin tënd ka pasur përmende edhe mentoren Mirlinda Rexhepi, si ka ndikuar ajo në përgatitjen tënde dhe çfarë ke mësuar prej saj? Ti veç më tha që e kisha mentore, mirë po çfarë mësove prej mentorimit me te? Atëherë profesoresh Mirlinda Rexhepi kisha fatin ta kem mentore për garat e masumit në fjalin publik. Profesoresh Mirlinda, përveç profesionalizmit të cilin e ka si gjuhëtare e mrekullueshme që është, ajo është edhe një njeri që fal shumë pozitivitet. Është një njeri i cili shumë fal pozitivitet dhe thjesht e bëri më të mirën që unë të isha sa më e përgatitur, të dilja sa më profesionale para juris, më ndihmoi shumë në mënyrën e intonimit të fjalive, vënien e kuptimit theksit, ndoshta të fjalive motivuese, si ti them ato, në mënyrën më të mirë të mundshme para juris. Ishte një ndihmë e madhe imja, dhe e shfrytëzoj rastin ta përshëndes nga ekrani dhe ta falenderoj shumë për gjithë mbështetjen, gjithë punën e palotshme që e bëri me mua, dhe e kisha shumë krah të gjatë dhe mendoj se punat cilën e bëm bashkëpunimi i mirëfillt i joni na çoi edhe në sukses. Kështu që mirë që keni bashkëpunuar, mirë po ti fole edhe për frymëzimin e profesoreshës Mirlinda, mirë po ke ndonjë figurë edhe jashtë mësimit, më thënë edhe në familje, mirë po edhe në shoqëri, në shkollë apo jashtë saj që ty të frymëzon dhe të bën kaq pozitive dhe kaq të mos ndalesh, edhe këtu do marr pjesë, Atëherë unë kam fatin të jem e rrethuar me gra shumë të forta. Mendoj se me gra shumë të forta të pavarura që punojnë fort për gjitha ëndrat e tyre. Mendoj se i gjithë suksesi i grave të suksesshme, i grave të pavarura që punojnë fort për gjëra që duan, mendoj se është frymëzimi imi. Atëherë kam shumë mësimdhënëse të mrekullueshme, të cilat janë jashtëzakonisht shumë motivuese për ne si nxënës profesionale në lëndën që ligjerojnë për neve. Mendoj se frymëzimi im nuk është vetëm një njeri i caktuar ose diçka, është i gjithë rrethi i cili më rrethon me gra të mrekullueshme, të forta, të suksesshme mbi të gjitha. Suksesi i çdo gruaje, çdo të riu në shoqëri, çdo bashkëmoshatari tim është frymëzim për mua. Është shumë e bukur të dëgjosh një mendim të këtillë si joti, cilat janë aftësitë që mendon se i ke zhvilluar gjatë fal këtyre pjesëmarrjeve, Bleron? Atëherë aftësi të cilat zhvillohen gjatë pjesëmarrjeve në përgara, punë që kanë dinamik, janë ato se sa për shembull sa e zhvillon gjendshmërinë në rast aktuar. Në moment kur ke për dal para juris mund të ndodhë diçka në moment të fundit dhe duhesh të jesh e shpejt për të reaguar. Për të reaguar. Do të thonë gjendshmëria në moment, do të thonë në rend parë gjendshmëria, komunikimi me publikun është bërë më i lehtë.
për mua gjatë pjesëmarrjeve. Më thonë çdo pjesëmarrje edhe mua kjo barë si më hiqet dhe e liroj veten në komunikim me njerëzit. Edhe është shumë e bukur. Blerona, pas përfundimit vitit të tretë, ose edhe të katërtit, se nuk i di sa është 4 vjeçar. A ke menduar çfarë do të studiosh më tej? A do të vazhdosh në fushën e marketingut apo të tërheqësh ndonjë drejtim tjetër? Ne folëm edhe për programimin para se ta fillojmë bisedën. Po. A ke menduar se ku do regjistrohesh? Atëherë marketingu është një drejtim shumë i mirë. Mjaft ngjall interes për të rinj, për ta studiuar, për arsye se edhe nuk e sheh më tregun si konsumator, por i shef ato hapat cilat ndodhin pas, domethënë e shohim vetëm produktin final, po para se të dalë produkti final ka disa hapa të cilat duhet ndjekur e ato i studiojmë dhe kjo e bën edhe marketingun digital një drejtim mjaft interesant për të studiuar, por unë mendoj dhe kam përgatitur veten të shkoj në programim. Jo që nuk do të mirë me marketing digital, por mendoj se me programimin mundem ta sofistikosh edhe digitalizimin në marketing, ndoshta. Kështu që dëshirojmë shumë suksese fare në fund. Çfarë mesazhi ke për gjithë bashkëmoshatarët që kanë talent dhe mirë po hezitojnë të marrin pjesë në përgarat në cilet ke marrë pjesë ti? Çfarë mesazhi do i kishe dhuruar bashkëmoshatarëve tu? Atëherë për të gjithë bashkëmoshatarët e mi, mendoj se më së pari duhet të guxojnë gjithmonë, të kemë besim në vete. Të kemë besim në vete, të marrim pjesë në përgara, sepse ajo është më të mirë të shoqërisë. Më së pari të vetes, por në të shoqërisë, në të mirë të shkollës. Zëri i rinisë është në fakt edhe në 2 temat cilat i kam pasur edhe në blog edhe në masum, kam folur mjaft për guximin dhe revolucionet cilët të rinjt i kanë marrur dhe që kanë pasur sukses. Gjithmonë le të nisen se zëri i rinisë është i fuqishëm dhe ai ja vlen të dëgjohet. Të rinjt duhet të guxojnë të marrin pjesë në përgara, ta tregojnë veten jo në të mirë të vetes në rend të parë, por në të mirë të shoqërisë. Gjithmonë duhet të kenë besim në vete dhe të mendojnë se ajo që po e bëjnë do t'i shërbej një herët atyre, por pastaj edhe shoqërisë edhe kombit. Më pëlqen shumë mendimet e tua dhe më pëlqen shumë ajo entuziazmi jot dhe frymëzimi të cilën ti po e jep për gjithë bashkëmoshatarët e tu. Unë të falenderoj shumë që gjete kohën të jesh pjesë e bisedës tonë të shkurtër televizive, mirë po shpresoj që do të kemi arsye edhe tjera për të pas edhe shumë herë tjera në emisionin tonë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi imja. E pra të nderuar shikues, me ne në studio kishim Blerona Berisha, një vajzë e re nga Kumanova, e cila është frymëzim dhe është një kurajo për gjithë ata bashkëmoshatarë të cilët duan që të ndjekin në rrugën e saj. Ndërsa ne do të shkëputemi këtu për të lidhur edhe me mysafirët tjerë, ndërsa do të shkëputemi me një pikë muzikore. Të ndjekin në vazhdim.